Hej të dashur miqtë e mi, shpresoj që të keni kaluar një natë të bukur dhe tashmë të përgatiteni për ditën e nesërme, për ditën e ndrimit të viteve. Doja pak të komentoj largimin e Sabinës nga shtëpia e Big Brotherit. Banorja që në këtë kohë të hershme u largua nga Big Brother është Sabina. Sabina e përzgjedhura e publikut për ta lënë shtëpinë. Okej, mendoj që është një përzgjedhje tamam. Sabina nuk është se ka bërë lojë. Edhe më pëlqen fakti që ka kulturën ta pranon vetë që nuk ka bërë lojë, do të thënë thjesht ka qëndruar kot në shtëpi dhe nuk e ka gjetur dot veten. Është e lumtur për rrugtimin që ka bërë, por unë mendoj që në qoftë se Sabina do të jepte vetes një mundësi që të lidheshte aty brenda, ndoshta do të krijonte një karakter tjetër. Si mendoni, unë falni, si shikoni? Dhe ne shikoni ju Sabinën që vërtet është e sinqert në këtë që thot, apo ka thjesht një inat brenda dhe nuk e pranon dot?